Spanja po përgatitet për një verë jashtëzakonisht të nxehtë pas një maji me temperatura rekord. Agjencia Kombëtare e Modit AEMET tha se ka një shans për 60% që vendi të jetë më i nxehtë se mesatarja nga qershori deri në gusht. Kjo vjen pas temperaturave përvoluese në fund të muajit të kaluar, kur termometri u ngjit në 40.7 gradë Celsius në aeroportet e Cordobës dhe Seviljes dhe 37.5 gradë Celsius në Saragoza. Temperaturat më 30 maj ishin mesatarisht 24.08 gradë Celsius, shifra më e lartë për majin që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1950. Sipas panelit ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, nuk ka dyshim se emetimet e gazeve serë të shkaktuara nga njeriu kanë çuar në rritjen e frekuencës dhe intensitetin e ekstremeve të temperaturës. 3 verat e fundit kanë qenë më të nxehta të Spanjës të regjistruara ndonjëherë dhe viti 2025 duket se do të vazhdojë këtë trend. Mundësia e një vere më të ngrohtë se zakonisht rritet në 70% përgjatë Bregdetit mesdhetar të Spanjës dhe ishujve Balear dhe Kanarie. Bregu lindor, duke përfshirë Barcelonën, Valencën dhe ishujt Balearik, pritet të përjetojë net tropikale të shpeshta me temperatura që nuk bien në 20 gradë Celsius dhe shumë ditë të njëpasnjëshme mbi 35 gradë. Parashikimi i verës vjen pasi AEMET lëshoi paralajmërime për datën 17 qershor në fshatrat e Cordobës dhe Seviljes, ku temperaturat mund të arrijnë 41 gradë Celsius. Për të ndihmuar njerëzit të përgatiten për verat gjithnjë më të nxehta, vitin e kaluar Ministria e Shëndetësisë publikoi një hartë re të detajuar. Ajo ndan vendin nga 52 zona provinciale në 182 zona meteo salud ose zona shëndetësore metropolitane, duke ofruar një sistem paralajmërimi të bazuar në ngjyra për secilën. Alarmet e nxehtësisë variojnë nga jeshile ose pa rrezik deri të kuqe ose me rrezik të lartë për shëndetin dhe jetën. Krahas ngjyrës ato vijnë me informacione në lidhje me ekspozimin në diell, hidratimin dhe simptomat e sëmundjeve që lidhen me nxehtësinë. Ekziston madje edhe një version në gjuhën angleze i faqes zyrtare të internetit për të ndihmuar në njoftimin e turistëve, studentëve dhe banorëve të sapo ardhur në lidhje me rreziqet. Këtë vit plani vjetor i nxehtësisë i Spanjës plotson zonat e reja me një udhëzues që këshillon administratat e ndryshme, profesionistët e shëndetit dhe qytetarët kur godet nxehtësia intensive.